Në vrej që në Kosovë jemi mjeshtër për me investu 100.000 euro në renovim të lokalit, dritat shtrajta në mermer, po kur vjen puna të shërbimi i shgënjemi në sekundën e parë. Ne kemi këtë sindromën e murev, mendojmë që nëse lokali duket bukur për Instagram, njerëzit kanë me ble vetvetiu. Po harrojmë që klienti vjen për mermerin vesh një herë, e herën e dytë vjen për mënyrën qysh e ke bo muni. Në marketing kjo quhet dhe shell effect. Ti ke ndërtu një gvozd bukur, po brenda nuk ka shpirt. Ti mundesh me pas ndryqimin më të mirë në Prishtinë, po nëse personi në ork nuk ti me buzëqesh, ose nëse në DM kthem përgjigje pas 5 orëve, ti sapo i hodhe ato 100.000 euro në bërllak. Brendet e mëdha nuk investojnë në mure, investojnë në customer journey ose udhëtimin e klientit. Ata e dinë që shitja nuk ndodh tek karrigja e rehatshme, po te vëmendja që i jep klientit kur ai ka një pyetje. Mos u dashuro në investimet fizike deri në atë pikë sa me harru që biznesi yt mbahet gjallë nga njerëzit, jo nga tullat. Ndalo së renovuari lokalin dhe fillo renovo mënyrën qysh ju shërben njerëzve, sepse në fund të ditës mermeri nuk flet, po klienti i kënaqur po.